Në prag të Krishtlindjes, një grua e lodhur pastron dyshemen e një ndërtese luksoze, ndërsa vajza e saj vështron me mahnitje dritat e pemës. Pa e ditur, një biznesmen i vetmuar dëshmon skenën dhe preket thellë nga ajo ëmbëlsi mes mungesës. Gjestin që ai bën më pas ndryshon. Jo vetëm atë natë, por të gjithë rrjedhën e jetës së të dyjave. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton. Dhe të na tregoni nga cili qytet po na shikoni. Vazhdojmë. Premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Mbrëmja e 24 dhjetorit rëndonte mbi qytetin e Tiranës. Rrugët e lagjes së komunës së Parisit ishin më pak të lëvizshme se zakonisht, me shumicën e njerëzve tashmë të mbledhur në shtëpitë e tyre, duke përgatitur festimet e Krishtlindjeve pranë të dashurve të tyre. Artan Basha i jepte makinës së tij sedan të zi, të importuar, nëpër bulevardet pothuajse të zbrazta, duke vëzhguar nga dritaret dritat shumë ngjyrëshe që zbukuronin fasadat e pallateve dhe shtëpive. Çdo dritë vezulluese, çdo pemë e ndriçuar në dritare, çdo kuror e varur nëpër dyer dukej se i bërtiste atij atë që i mungonte në jetën e tij. Në moshën 43 vjeçare, Artani kishte arritur gjithçka që një burr mund të dëshironte në aspektin material. Themeluesi njërës prej kompanive më të mëdha të teknologjisë në vend, me zyra të shpërndara në të gjithë Shqipërinë dhe kontrata ndërkombëtare që lëviznin miliona, ai ishte përkufizimi i saktë i asaj që shoqëria e quante sukses. Apartamenti i tij triplex në zonën e bllokut kishte pamje panoramike mbi qytetin, dekorim të firmosur nga arkitekt të njohur dhe një kantinë që mbante vera të rralla nga të gjitha anët e botës. Por atë natë, ndërsa ngiste makinën pa një drejtim të caktuar, Artani ndjente se gjithë ai sukses i rëndonte si një zinxhir rreth kraharorit. Ai nuk donte të ishte në shtëpi. Ideja për të kaluar edhe një tjetër prag Krishtlindjesh i vetëm, duke parë ato mure të bardha e të patëmeta, i rrethuar nga heshtja dhe mobilje që më shumë ngjanin me objekte muzeu sesa me sende të përdorimit të përditshëm, ishte e padurueshme. Vitet e mëparshme, të paktën kishte shoqërinë e kolegëve të punës, organizonte darka elegante, priste klient të rëndësishëm. Por ky vit ishte ndryshe. Këtë vit, Artani thjesht nuk pati forcë të shtirej me një gëzim që nuk e ndjente. Ndarja nga Valbona kishte ndodhur 4 vjet më parë. Ishte një divorc i qytetëruar, pa zënka të mëdha apo skandale publike, i zgjidhur nga avokat kompetent dhe marrëveshje financiare bujare. Ajo mbajti vilën në Dajt, ai mbajti apartamentin dhe investimet kryesore. Gjithçka shumë e pjekur, shumë racionale, shumë e ftohtë. Problemi nuk ishte te ndarja e pasurive. Problemi ishte te Lira. Lira ishte 8 vjeçe kur prindërit u ndan. Tani, në moshën 12 vjeçare, ajo jetonte me të ëmën në një kompleks vilash në Lundër. Artani kishte të drejtë ta takonte në fundjava alternative dhe gjatë pushimeve shkollore, por realiteti ishte shumë ndryshe nga sa përcaktonte marrëveshja gjyqësore. Lira po rritej dhe aktivitetet e saj shtoheshin. Kishte kurs baleti, kurs frëngjishteje, stërvitje tenisi, festa ditëlindjesh të shoqeve. Dhe Artani, gjithmonë i zhytur në mbledhje, udhëtime biznesi dhe angazhime të paanulueshme, i linte fundjavat të kalonin pa e kuptuar fare. Një muaj bëhej 2, 2 bëheshin 3. Telefonatat u ralluan, takimet u bën të ralla, bisedat sipërfaqësore. Ai përpiqej ta kompensonte me dhurata të shtrenjta. I dërgonte me post lodra të importuara, rroba firmato, pajisje elektronike të gjeneratës së fundit. Lira falenderonte me mirësjellje me mesazhe, gjithmonë me ato përgjigje të shkurtra që adoleshentët zakonisht japin. Faleminderit babi. Super. Rofsh. Artani e dinte se po e humbiste të bien, por nuk dinte si ta ndryshonte këtë. Ose ndoshta e dinte dhe thjesht nuk kishte guxim të pranonte se do t'i duhej ta ndryshonte jetën e tij plotësisht për këtë. Atë prag Krishtlindjesh, Artani ishte përpjekur të organizohej për ta marrë dhe ta kalonin natën bashkë. I telefonoi Valbonës 3 ditë më parë, i entuziazmuar me idenë për të përgatitur një darkë speciale, ndoshta ta çonte për të ngrënë në ndonjë vend të bukur, të rikuperonte pak nga koha e humbur. Përgjigjja e ish gruas së tij ishte e sjellshme, por përfundimtare. Lira tashmë kishte plane. Do t'i kalonte Krishtlindjet në shtëpinë e gjyshërve nga mamaja, në Durrës, bashkë me kushërinjt dhe tezet e xhaxhallarët. Ishte emocionuar për udhëtimin në plazh. Artani mund t'i telefononte në mbrëmje nëse donte. Sigurisht që mund t'i telefononte.
sikur një telefonat të zëvendësonte praninë për qafimin, shikimin në sy. Ai e mbylli telefonin dhe mbeti duke parë ekranin për minuta të tëra, duke ndjer atë boshllëk të njohur të instalohej sërish në kraharor. Atëherë bëri atë që bënte gjithmonë kur emocionet kërcënonin të vërshonin. U zhyt në punë. Mbledhje, raporte, analiza tregu, projekcione financiare. E mbajti veten të zënë derisa sekretarja e zyrës e njoftoi se të gjithë kishin ikur për festat e fundvitit. Ai ishte vetëm në katin e 23 të ndërtesës së biznesit, i rrethuar nga kompjuter dhe dokumente, duke u përpjekur të mbushte me produktivitet atë që i mungonte në afeksion. Tani, duke ngarë makinën nëpër rrugët gjysmë të zbrazta të Tiranës, Artani përpiqej të vendoste se çfarë të bënte. Mund të shkonte në shtëpi, të porosiste ushqim online, të shihte diçka në televizor derisa ta zinte gjumi. Mund të shkonte në një nga baret e sofistikuara që frekuentonte zakonisht, ndoshta do të gjente ndonjë të njohur, do të shkëmbente fjalë të kota, do të pinte uiski të shtrenjtë dhe do të shtirej sikur gjithçka ishte në rregull. Ose mund të ngiste thjesht pa destinacion derisa të lodhej. Atëherë pa restorantin. Ishte një lokal i vogël, pothuajse i fshehur mes dy pallateve të vjetra në komunën e Parisit. Tabela ndriçuese kishte disa llamba të djegura, duke formuar një fjalë të paplodh. Restorant gjellëtore, shija. Fasada ishte e thjeshtë, e lyer me një të verdhë të zbet, me dritare të gjera që linin të shije brendësinë modeste. Kishte vetëm 3 ose 4 tavolina të zëna. Nuk ishte lloji i vendit që Artani frekuentonte. Darkat e tij zakonisht zhvilloheshin në restorante me yje Michelin, menu në frëngjisht dhe somelier në dispozicion. Por diçka në atë vend të thjeshtë dhe modest e tërhoqi. Ndoshta ishte pikërisht thjeshtësia. Ndoshta ishte fakti se aty askush nuk do ta njihte, askush nuk do ta gjykonte, askush nuk do të kishte pritshmëri se kush duhej të ishte ai. Mund të ishte thjesht një burr që darkonte vetëm në prag të krishtlindjeve, pa tituj, pa arritje, pa peshën e suksesit të tij. E parkoi makinën në rrugë, i mbylli dyert dhe eci deri te hyrja e restorantit. Ajri i ftohtë i natës tiranase ia bënte lëkurën mornica. Shtyu derën e xhamit dhe u prit nga tingulli i një zileje të vjetër dhe nga aroma e ushqimit shtëpiak. Fasule, oriz, mish i pjekur. Aroma të thjeshta që të kujtonin kujtime të largëta të një fëmijërie që dukej se kishte ndodhur në një jetë tjetër. Brendësia ishte edhe më modeste se sa dukej nga jashtë. Mure me bojë të qëruar në disa vende, dysheme me pllaka të krisura, ventilator tavani që rrotulloheshin ngadalë. Tavolinat ishin prej formike që imitonin drurin, karriget kishin ndenjëse plastike. Kishte një banak në fund, ku një grua në moshë të mesme me një përparse të njollosur me salcë organizonte pjatat. Një burr me flokë të thinjur, me siguri pronari, ishte ulur pranë arkës, duke parë një program televiziv në një aparat të vjetër. Artani zgjodhi një tavolinë në cep, larg televizorit, dhe u ul. Karrigia kërciti nën peshën e tij. Një kamariere e re, që nuk duhet të ishte më shumë se 20 vjeçe, u afrua me një menu të plastifikuar në duar. Ai porositi një pjatë dite, oriz, fasule, biftek me qep dhe patate të fërguara. Asgjë e sofistikuar, asgjë e planifikuar. Thjesht ushqim. Kamarierja e shënoi pa thënë shumë, tundi kokën dhe u largua. Ndërsa priste, Artani vështroi përreth. Tavolinat e tjera kishin çifte, shumica në moshë të thyrë, që bisedonin me zë të ulët ndërsa darkonin. Kishte një ndjenjë paqeje në atë ambient, diçka që ai nuk arrinte ta gjente në vendet ku zakonisht lëvizte. Askush aty nuk ishte i shqetësuar për të bërë përshtypje, për të treguar status, për të konkurruar. Ishin thjesht aty duke jetuar, duke ekzistuar. Atëherë dera e restorantit u hap sërish dhe tingulli i ziles jehoi nëpër ambient. Artani ktheu kokën automatikisht, më shumë nga refleksi se sa nga interesi i vërtetë. Dhe atëherë e pa atë. Ishte një grua që dukej rreth të 30-tave, e veshur me një xhaket shumë të hollë për të ftohtin e asaj nate. Stofi ishte i konsumuar të mëngët, zinxhiri nuk mbyllej siç duhej. Flokët e saj gështenji ishin të lidhura në një bisht të thjeshtë, me disa fije rebele që i shpëtonin rreth fytyrës. Ajo kishte tipare delikate, por kishte një shenjë lodhjeje të thellë në sytë e saj ngjyrë kafe. Mbante për dorë një vajzë të vogël që nuk duhet të ishte më shumë se 6 apo 7 vjeçe. Fëmia kishte veshur një xhup roz që ishte dukshëm i shkurtër për gjatësinë e saj, me mëngët që ndalonin shumë përpara kyçeve.
Sytë e saj ishin të mëdhenj dhe shprehes, dhe ajo shikonte përreth restorantit me atë kuriozitet të vërtet që vetëm fëmijët e kanë. Faqet e saj ishin të skuqura nga i ftohti. Gruaja e çoi vajzën te banaku, ku shitësia i përshëndeti me një buzëqeshje miqësore. Artani nuk arrinte ta dëgjonte bisedën e plot, por vëzhgonte skenën me vëmendje në rritje. Pa kur gruaja hapi një çantë lecke të vjetër dhe filloi të nxirrte monedha nga brenda. Monedha 20 lekëshe, 50 lekëshe dhe disa 100 lekëshe. Ajo i vendosi mbi banak dhe filloi t'i numëronte me kujdes, buzët e saj lëviznin në heshtje ndërsa mblidhte. Vajza e tërhoqi mëngën e xhaketës së nënës dhe e pyeti diçka. Artani nuk e dëgjoi pyetjen, por pa shprehjen e shpresës në fytyrën fëminore. Gruaja ndaloi së numëruari monedhat për një çast, shikoi të bien dhe i tha diçka me zë të ulët. Vajza tundi kokën, por shpresa në sytë e saj u zvogëlua pak. Shitësia i mori monedhat dhe i numëroi gjithashtu, pastaj kontrolloi një tabelë çmimesh të ngjitur në mur, pati një shkëmbim të shkurtër fjalësh. Gruaja tundi kokën, falenderoi me një buzëqeshje të trishtuar dhe porositi diçka që Artani imagjinoi se ishte pjata më e lirë në menu. Shitësia konfirmoi porosin dhe gruaja e çoi të bien në një tavolinë pranë dritares. Artani ndjeu diçka t'i shtrëngoi në kraharor. Ajo skenë e thjesht, ai gjest i përditshëm i një nëne që përpiqej të mblidhte monedha për të ushqyer të bien, kishte diçka thellësisht prekëse. Ju kujtua Lira se si ai kur nuk ishte dashur të shqetësohej nëse do të kishte ushqim në tavolinë, nëse parat do të mjaftonin. Lira gjithmonë kishte pasur gjithçka. Rroba, lodra, shkollë private, udhëtime. Gjithçka, përveç pranisë së vazhdueshme të babait. Kamarierja i solli pjatën dhe Artani filloi të hante mekanikisht, pa i kushtuar vërtet vëmendje shijes. Sytë e tij, megjithatë, ktheheshin vazhdimisht te tavolina ku gruaja dhe vajza prisnin. Fëmia tunte këmbët që nuk i arrinin në dysheme dhe vizatonte me gisht në sipërfaqen e tavolinës, duke krijuar forma të padukshme. Nëna shikonte nga dritarja, e humbur në mendime që Artani imagjinonte se nuk ishin shumë të lumtura. Kur pjata e tyre mbërriti, ishte vetëm një oriz, fasule dhe një copë pule e pjekur në zgar. E thjesht, e vogël. Gruaja e ndau ushqimin në 2 porcione të pabarabarta në pjatën e saj, duke përdorur pirunin për të ndarë. I dha pjesën më të madhe të bijës, duke mbajtur më të voglën për vete. Vajza filloi të hante me oreks, qartësisht e uritur. Nëna hante ngadalë, duke përtypur çdo kafshat sikur donte ta bënte atë të zgjaste sa më shumë të ishte e mundur. Artani e lëshoi pirunin mbi pjatë, tingulli metalik bëri që disa njerëz të kthenin kokën. Ai nuk mund të hante më. Jo ndërsa shihte atë skenë. I gjithë ushqimi që kishte përpara i duke i panevojshëm, i tepruar, një shpërdorim ndërsa aty, pak metra larg, një nën dhe një bi ndanin një pjatë të vetme. Thiri kamarieren me një gest diskret. Kur ajo u afrua, Artani foli me zë të ulët, por me vendosmëri. Donte që të përgatisnin edhe një pjatë të plot, me gjithçka më të mirë që kishte menuja. Mish, garnitura, një ëmbëlsirë. Dhe tua çonin në tavolinën e tyre, duke thënë se ishte nga shtëpia. Nuk donte që të dinin se ishte nga ai. Kamarierja e shikoi me habi, pastaj buzëqeshi me bashkëfajsi dhe tundi kokën. Shkoi në kuzhinë, u kthye pas disa minutash dhe Artani pa kur ajo ju afrua tavolinës së gruas dhe vajzës, duke mbajtur një tabaka me një pjatë bujare. Pa hutimin në fytyrën e gruas, refuzimin e sjellshëm, këmbënguljen e kamarieres. Pa kur vajza duartrokiti nga gëzimi dhe pa kur nëna më në fund pranoi, me lot që i shkëlqenin në sy. Por diçka nuk ishte në rregull. Artani kuptoi se vetëm të vëzhgonte nga larg nuk mjaftonte. Kjo nuk do ta mbushte boshllëkun që ndjente. Nuk ishte çështje parash, bamirësie anonime dhe të ndiheshe mirë me veten. Ishte çështje lidhjeje. Ishte çështje pranie. Ishte çështje të ishe aty, vërtet, me një qenie tjetër njerëzore. U ngrit nga karrigia para se të përpunonte plotësisht atë që po bënte. E përshkoi restorantin me hapa të ngadaltë, duke ndier syt e disa klientëve që e ndiqnin. Ndaloi pranë tavolinës ku gruaja dhe vajza ishin ulur. Ato ngritën syt drejt tij, të habitura. Nga afër, Artani pa edhe më shumë detaje. Rrathët e zinj poshtë syve të gruas, lëkurën e duarve të thara nga i ftohti dhe puna, thonjtë e shkurtër dhe pa manikyr.
pa vajzën me sytë e saj të mëdhenj dhe kureshtar, flokët gështenjë të lidhur në 2 gërsheta të bëra keq që tashmë po prisheshin. Më falni që ju shqetësoj, tha Artani, dhe zëri i tij doli më i butë se sa kishte ndërmend. Vura re se po darkoni vetëm dhe, mirë, edhe unë jam vetëm. A do të ishte shumë e pasjellshme nëse do t'ju pyesja nëse mund t'ju shoqëroj? Gruaja mbeti e ngrirë për një moment, qartësisht pa ditur si të reagonte. Sytë e saj e përshkuan Artanin nga kokat e këmbët, duke vënë re pallton e leshit italian, orën e shtrenjtë në kyç, këpucët e lëkurës së lustruar. Dallimi mes 2 botëve ishte i theksuar. Ajo hapi gojen për të thënë diçka, me siguri një refuzim të sjellshëm, por vajza ishte më e shpejtë. Mund të ulesh, po. Zëri fëminor doli i gjallëruar dhe ajo tregoi karrigen bosh pranë saj. Mami, lëre të ulet me ne. Janë Krishtlindje. Gruaja shikoi të bien, pastaj Artanin përsëri. Kishte mosbesim në sytë e saj, por edhe një raskapitje aq të thellë sa nuk mund të mbante bariera për shumë kohë. Ajo pshërtiu dhe bëri një gjest të vagull drejt karriges. Uluni, ju lutem, tha ajo, por zëri i saj ishte i kujdesshëm. Artani u ul, duke u ndier çuditërisht nervoz. Kishin kaluar vite që nuk ndihej kështu, i pasigurt, pa ditur saktësisht se çfarë të thoshte. Ishte mësuar me mbledhje biznesi, prezantime për investitor, darka korporative ku gjithçka ndiqte një skenar të njohur. Por aty, në atë tavolinë të thjeshtë të një restoranti modest, me një grua dhe një fëmijë që nuk I njihte, të gjitha aftësitë e tij sociale dukej se ishin avulluar. Unë quhem Artan, tha ai, duke I zgjatur dorën gruas. Ajo ja shtrëngoi shkurtimisht dhe Artani vuri re se sa të ftohtë I kishte gishtat. Elira, u përgjigj ajo dhe pastaj tregoi vajzën. Dhe kjo është vajza ime, Bora. Bora I buzëqeshi, duke treguar një hapësirë boshe ku duhej të ishte një dhëmb I përparm. Më radhje, njoftoi ajo me krenari, sikur kjo të ishte një arritje e rëndësishme. Tani do të marr një monedhë nga zana e dhëmbit. Elira e largoi shikimin dhe Artani vuri re dhimbjen delikate në atë gjest. Me siguri nuk do të kishte asnjë monedhë në jashtëkun e Borës atë natë. Por vajza nuk dukej se e vinte re trishtimin e nënës, vazhdonte të buzëqeshte me atë gëzim të shkujdesur të fëmijëve. Artani nuk dinte mirë se çfarë të thoshte, kështu që thjesht I buzëqeshi Borës. Je shumë trime, I tha ai. Kur më ra dhëmbi I parë, qava aq shumë sa mamaja ime duhej të më jepte akullore që të pushoja. Bora qeshi, një e qeshur kristalore që bëri diçka të lëvizte brenda kraharorit të Artanit. Vërtet? Ti qave? Qava, po. Mendova se nuk do të më dilte më kur një tjetër. Vajza e mendoi këtë si gjën më qesharake në botë dhe vazhdoi të qeshte, duke përplasur duart e vogla në tavolinë. Elira vëzhgonte ndërveprimin me një shprehje të vështirë për t'u deshifruar. Kishte mirënjohje aty, por edhe frikë, sikur priste vazhdimisht që diçka të shkonte keq. Pak nga pak, biseda filloi të rrjedhë më natyrshëm. Bora ishte një fëmijë I gojës, nga ato që nuk mund të rrinë urt për shumë kohë. Tregoi për shkollën, për mësuesen që e adhuronte, për vizatimin që kishte bërë në orën e artit dhe që mamaja e kishte varur në frigorifer. Foli për një shoqe të quajtur Anisa që kishte një qen dhe se si edhe ajo donte një qen, por mamaja I thoshte se nuk mund të kishin sepse apartamenti ku jetonin nuk lejonte kafshë. Elira ndërhynte her pas here, duke korrigjuar butësisht ndonjë detaj që Bora e egzageronte ose duke shtuar informacione që vajza I harronte. Artani dëgjonte gjithçka me vëmendje të sinqertë, duke bërë pyetje, duke qeshur në momentet e duhura, duke u mahnitur se sa e lehtë ishte të bisedoje me atë fëmijë. Bora nuk kishte filtra, nuk kishte qëllime të dyta. Ishte sinqeritet dhe gëzim I pastër. Në një moment të caktuar, Bora e pyeti Artanin nëse kishte fëmijë. Pyetja e kapi të papërgatitur dhe ai hezitoi para se të përgjigjej. Kam, tha më në fund. Një vajzë. Quhet Lira. Sa vjeçë është? Bora donte të dinte menjëherë. 12. 12. Duhet të jetë shumë e lezetshme. A do të vijë të darkoj këtu edhe ajo? Pafajësia e pyetjes dhembte më shumë se sa priste Artani. Jo, ajo po I kalon Krishtlindjet me maman e saj. Ne nuk jetojmë bashkë. Bora rudhi vetullat duke përpunuar atë informacion. Pse? Ishte Elira ajo që u përgjigj, duke vendosur dorën butësisht mbi shpatullën e së bijës.
Ndonjëherë familjet jetojnë në shtëpi të ndara, zemër. Nuk do të thotë se nuk e duan njëri tjetrin. Artani shikoi Elirën dhe pa mirë kuptim në ata sy të lodhur. Ajo e dinte. E dinte se çfarë ishte të jetoje me mungesa, me distanca që nuk maten në kilometra, por në heshtje dhe mundësi të humbura. Biseda vazhdoi për më shumë kohë se sa kishte planifikuar Artani. Ai e gjeti veten duke treguar histori nga fëmijëria e tij, gjëra që nuk i kujtonte prej vitesh. Foli për Krishtlindjet e para që kaloi me gjyshen, për pemën e shtrembër që kishin bërë sepse nuk kishin para për të blerë një të bukur. Foli se si bënte plak dëbore me polisterol sepse në Tiranë nuk binte borë. Elira dëgjonte dhe pak nga pak qëndrimi i saj mbrojtës filloi të shkrihej. Kur Bora hapi gojen për herë të tretë, Elira shikoi orën e lirë që mbante në kyç dhe u trem. Uau, është bërë vonë. Bora, zemër, duhet të ikim. Vajza protestoi duke thënë se donte të rinte edhe pak, por Elira ishte e prerë. Filluan të ngriheshin dhe Artani ndiu një therje paniku, sikur nuk donte që ai moment të mbaronte. Thiri kamarieren dhe pagoi faturën e të treve pa lënë Elirën të protestonte. Ajo u përpoq, sigurisht, tha se nuk ishte e nevojshme, se do ta paguante vetë pjesën e saj, por Artani ishte më këmbëngulës. Të lutem, i tha ai. Janë Krishtlindje. Më lër mua ta bëj këtë. Elira e shikoi në sy për një moment të gjatë, sikur po përpiqej të kuptonte qëllimet e tij. Më në fund, tundi kokën. Faleminderit, tha ajo, dhe kishte emocion të vërtet në atë fjalë të thjeshtë. Dolën bashkë nga restoranti. I ftohti i natës i goditi menjëherë. Bora u dridh dhe Elira e tërhoqi pranë vetes, duke u përpjekur ta ngrohte me trupin e saj. Artani pa se ato filluan të ecnin në trotuar, pa ju drejtuar asnjë makine të parkuar. Do të shkonin në këmbë. A banoni larg? Pyeti ai. Jo shumë, u përgjigj Elira vagullisht. Nja 5 bloqe pallatesh. 5 bloqe pallatesh me atë të ftohtë, me një fëmijë të vogël, me rroba të papërshtatshme. Artani nuk u mendua 2 herë. Makina ime është aty. Mund t'ju çoj unë? Elira hezitoi përsëri, ai refleks i vetëmbrojtjes që gratë zhvillojnë pasi kanë jetuar mjaftueshëm. Por kishte diçka te Artani që e bënte të besonte, ose ndoshta ishte thjesht lodhja, i ftohti, dëshira për t'i kursyer të bijës më shumë vuajtje. Në rregull, tha ajo më në fund. Rruga deri te pallati ku banonin ishte e shkurtër, por zbuluese. Ishte një ndërtesë e vjetër në komunën e Parisit, nga ato të ndërtuara në vitet 70, me fasadë të qëruar dhe dritare me hekura. Porta kryesore ishte me bojë të rënë. Elira falenderoi edhe një herë, mori borën për dorë dhe filloi të largohej. Artani mbeti duke parë derisa ato hynë në pallat dhe u zhdukën nga sy. Vetëm atëherë filloi të ngiste përsëri, por këtë herë e dinte saktësisht se ku po shkonte. Për në shtëpi. Për në atë apartament të zbrazët që papritur dukej edhe më i vetmuar se më parë. Kur hyri në tripleksin e heshtur, me dritat e tij automatike që ndizeshin ndërsa ai ecte nëpër dhoma, Artani ndjeu peshën e asaj natë t'i binte mbi supe. Shkoi në dhomën e gjumit, hoqi pallton dhe u ul në cep të krevatit. Nxori portofolin nga xhepi dhe nga brenda tij nxori një foto të vogël, tashmë të konsumuar në anë nga të prekurit e shumë. Ishte Lira. Ishte 5 vjeçe në foto, buzëqeshte duke treguar të gjithë dhëmbët e vegjël, mbante një akullore me çokoladë që i shkrinte në duar. Artanit i kujtohej ajo ditë. Kishte qenë një e diel e zakonshme, pa asgjë të veçantë, vetëm baba e bijë duke shëtitur në park. Lira kishte vrapuar, kishte qeshur, kishte luajtur. Ai kishte qenë i pranishëm. Plotësisht i pranishëm. Kur ndryshoi kjo? Kur la se qeni një baba i pranishëm dhe u bë vetëm një sigurues i largët, mori celularin dhe formoi numrin e Lirës. Telefoni ra një herë, 2, 3. Në të katërtën, ra në sekretarin telefonike. Zëri i regjistruar i së bijës, i gëzuar dhe fëminor, kërkonte të linte një mesazh. Artani hapi gojen për të folur, por asnjë fjalë nuk doli. Çfarë do të thoshte? Më fal që nuk jam aty? Më fal që kam zgjedhur punën kaq shumë herë? Më fal që të lash të rritesh pa mua? E mbylli pa lënë mesazh. U shtri në krevat ende i veshur duke parë tavanin e lartë të dhomës.
Dritat e qytetit hynin nga dritaret e mëdha, duke krijuar modele fantazmagorike në muret e bardha. Mendoj për Elirën dhe Borën në atë apartament të vogël 5 bloqe pallatesh larg. Mendoj se si ato dukej se kishin kaq pak, por në të njëjtën kohë kishin gjithçka. Kishin njëra tjetrën. Kishin prani. Kishin dashuri. Dhe ai, me gjithë paratë dhe suksesin e tij, kishte vetëm mure të zbrazta dhe heshtje. Ishte gjëja e fundit që mendoj para se më në fund ta zinte gjumi, i raskapitur nga një lloj lodhjeje që asnjë sasi gjumi nuk mund ta shëronte. Dita tjetër zbardhi e ftohtë dhe me re. Elira u zgjua para se të linte dielli, siç bënte gjithmonë, nga tingulli therrës i ziles së lirë që kishte blerë në një dyqan me çmime fikse. Apartamenti ishte akull. Ngrosja ishte djegur javë më parë dhe ajo ende nuk kishte arritur të mblidhte para të mjaftueshme për ta rregulluar ose për të blerë një tjetër. Tërhoqi batanien e vjetër deri te mjekra dhe qëndroi edhe disa sekonda aty, duke mbledhur forcat për të përballuar një ditë tjetër. Në dhomën ngjitur, të ndarë vetëm nga një panel i holl kompensate që e kishte instaluar vetë për t'i dhënë pak privatësi së bijës, Bora ende flinte thellë. Elira u ngrit në heshtje, veshi një robdishan të grisur të mëngët dhe shkoi në banjën e vogël. Rubineti i dushit pikonte vazhdimisht, një tingull që ishte bërë pjesë e kolonës zanore të jetës së saj. Bëri një dush të shpejt, me ujë që luhatej mes të vaktit dhe të ftohtit, veshi pantallonat jeans që përdorte për punë dhe një bluzë termike poshtë këmishës së uniformës. Ndërsa përgatiste një kafe të dobët në kuzhinën e ngushtë, mendimet e saj u kthyen te nata e kaluar. Ende nuk arrinte ta përpunonte plotësisht atë që kishte ndodhur. Ai burr, Artani, me rrobat e tij të shtrenjta dhe sjelljen e edukuar, duke u ulur në tavolinën e tyre sikur të ishte gjëja më e natyrshme në botë. Duke paguar faturën pa pritur asgjë në këmbim. Duke i çuar në shtëpi pa bërë pyetje ndërhyrëse apo pa pritur ndonjë lloj shpërblimi. Elira e kishte mësuar në mënyrën më të vështirë se asgjë në jetë nuk ishte falas. Çdo mirësjellje kishte një çmim, çdo ndihmë vinte me pritshmëri. Burra si Artani, të veshur mirë dhe simpatik, nuk u afroheshin grave si ajo pa qëllime të dyta. Por diçka tek ai ishte ndryshe. Kishte një trishtim në sytë e tij që Elira e njihte sepse shihte të njëjtin trishtim të pasqyruar në pasqyrë çdo ditë. Ishte vetmia e atij që ka shumë gjëra, por i mungojnë ato që vërtet kanë rëndësi. Piu kafen e hidhur duke parë nga dritarja e vogël e kuzhinës. Poshtë, qyteti fillonte të zgjohej. Disa drita ndizeshin në pallatet fqinje, makina kalonin nëpër rrugët ende të zbrazta. Ishte 25 dhjetor, Krishtlindje, por për Elirën ishte thjesht një ditë tjetër pune. Dyqani ku punonte nuk mbyllej në ditë festash. Përkundrazi, ishte atëherë kur kishin më shumë nevojë për punonjës, sepse ishte atëherë kur njerëzit dilnin në rrugë për të këmbyer dhuratat që nuk u bënin ose nuk u pëlqenin. Problemi ishte se gruaja që zakonisht kujdesej për Borën në fundjavë dhe ditë festash kishte udhëtuar për të vizituar familjen në fshat. Elira u përpoq t'u telefononte 2 të njohurave të tjera, por asnjëra nuk u përgjigj. Me siguri ishin me familjet e tyre, duke festuar, duke qeshur, duke jetuar atë që shfaqej në reklamat televizive dhe që dukej se ekzistonte vetëm për njerëzit e tjerë. Nuk kishte zgjidhje tjetër. Do t'i duhej ta merrte Borën në punë. Shkoi në dhomën e vogël të së bijës dhe e zgjoi butësisht, duke i kaluar dorën nëpër flokët e shpupurishur. Bora hapi syt ngadalë, duke i pulitur kundër dritës së zbet që hynte nga dritarja. Mirëmëngjes, princesh, pëshpëriti Elira. Duhet të bëhesh gati. Sot do të punosh me mamin. Bora fërkoi syt dhe buzëqeshi e përgjumur. Do të ndihmoj të shesësh gjëra? Elira i buzëqeshi, edhe pse zemra i dhemte. Po, zemër. Do të jesh një ndihmëse e madhe. E ndihmoi të bien të vishej, duke zgjedhur rrobat më të ngrohta që kishin. Pantallona tutash, bluzë me mëngë të gjata, xhupin roz që tashmë ishte i vogël, por ishte i vetmi që kishin. I bëri 2 gërsheta flokët Borës ndërsa vajza hante bukë me gjalp, me sytë të ngulitur të filmi vizatimor që transmetohej në televizorin e vjetër të sallonit. Dolën nga shtëpia kur qyteti ishte ende gjysmë i përgjumur. Morën 2 autobus, Bora e ulur në prerin e nënës për të kursyer një bilet, duke vëzhguar nga dritarja rrugët e zbukuruara me dekorime Krishtlindjesh. Vajza tregonte me gisht çdo babagjysh të fryrë, çdo pemë të ndriçuar, çdo vitrinë shumë ngjyrëshe, duke bërë komente të gjallëruara të cilave Elira u përgjigjej me durim të pafund.
Dyqani ku punonte Elira ndodhej në qendër të Tiranës, në një galeri tregtare të lëvizshme pranë tregut Çam. Ishte një nga ato dyqanet popullore që shisnin nga pak nga të gjitha. Rroba, këpucë, aksesor, bijuteri, produkte bukurie, sende shtëpiake. Të gjitha të grumbulluara në stenda të ngushta dhe rafte që shkonin nga dyshemeja në tavan. Hapësira ishte e vogël, shumë e nxehtë në verë dhe shumë e ftohtë në dimër, gjithmonë e mbushur me klientë që bënin pazar për çmimet. Menaxheri, zoti Walter, ishte një burr rreth të 50-tave, me bark të madh, zë të lartë dhe durim të shkurtër. Kur pa Elirën të hynte me borën për dore, rrudhi vetullat menjëherë. Elira, ç'është kjo? E di që nuk mund të sjellësh fëmijë këtu. Elira gëlltiti krenarin dhe foli sa më me mirësjellje që mundi. E di, zoti Walter. Por personi që kujdeset për të ka udhëtuar dhe nuk gjeta dot njeri për sot. Do të ri urt, premtoj. As nuk do ta vini re që është këtu. Valteri u fri, e shikoi borën sikur të ishte një mobilje e pavend dhe bëri një gjest të paduruar me dorë. Le të ri atje në magazin atëherë. Dhe nuk dua të dëgjoj asnjë zë, kuptove? Nëse pengon punën, do të duhet të ikësh dhe do të mbahet nga rroga për braktisje të vendit të punës. Elira tundi kokën shpejt, falenderoi dhe e çoi borën në pjesën e pasme të dyqanit. Magazina ishte një dhomës e vogël, pa dritare, me kuti të grumbulluara deri në tavan dhe një erë të fortë myku dhe kartoni. Kishte një stol plastik të thyer në një cep. Elira e pastroi ndenjësen me mëngën e bluzës dhe e uli të bien aty. Do të rish këtu për pak kohë, dakord zemër? Mami do të jetë pikërisht aty përpara. Nëse ke nevojë për diçka, thjesht më thirr me zë të ulët. Bora shikoi përreth hapësirës së ngushtë dhe të errët, por nuk u ankua. Kishte mësuar që në moshë të vogël të mos i krijonte probleme nënës. Mirë, mami. Mund të vizatoj? Elira mori disa fletë reklamash të vjetra që ishin në një cep dhe një stilolaps që mbante në çantë. Po, mundesh. Vizato bukur që të mi tregosh më vonë. I puthi ballin së bijës dhe u kthye në sallën e dyqanit. Tashmë kishte klientë që prisnin, duke prekur mallat, duke kërkuar të shihnin masa të ndryshme, duke u ankuar për çmime. Elira vuri buzëqeshjen e saj më të mirë profesionale dhe u zhyt në punë. Orët u zvarritën me një ngadalësi të dhimbshme. Këmbët i dhembnin nga qëndrimi kaq gjatë në këmbë. Këmbët i rrinin. Zëri i ngjirej nga të folurit, shpjeguarit, bindurit, buzëqeshurit. Klientët ishin të paduruar, të pasjellshëm, kërkues. Një grua e akuzoi se i kishte shitur një produkt me defekt dhe i bërtiti para të gjithëve. Zoti Walter e qortoi se ishte shumë e ngadaltë në shërbim. Një punonjëse tjetër, Anila, bëri komente dashakeqe për faktin që kishte sjellë të bien, duke thënë se kjo ishte mungesë profesionalizmi. Elira duronte gjithçka në heshtje. I duhej ai punë. I duhej rroga minimale e gjysmë që merrte, bakshishet e rastësishme kur kishte fat, orët shtesë që ndonjëherë arrinte të bënte. Çdo qindark kishte rëndësi. Qiraja, uji, dritat, gazi, ushqimi, ilaçet, materialet shkollore të borës. Faturat nuk mbaronin kurrë dhe parat nuk mjaftonin kurrë. Çdo orë që mundej, vraponte te magazina për të parë se si ishte e bija. Bora qëndronte e ulur në stol, duke vizatuar në heshtje. Kishte bërë disa vizatime. Një shtëpi me çati 3 këndore dhe oxhak. Një pemë plot lule shumë ngjyrëshe. 3 njerëz të kapur për dore, 2 të mëdhenj dhe 1 i vogël. Kur Elira e pyeti se kush ishin njerëzit në vizatim, Bora u përgjigj me natyrshmëri. Jemi unë, ti dhe burri i djeshëm. Artani. Elira ndjeu diçka t'i shtrëngoi në kraharor. Shumë bukur, zemër. Ti je një artiste. U kthye në dyqan dhe vazhdoi të punonte, por imazhi i atij vizatimi i mbeti i ngulitur në mendje. Bora e kishte përfshirë Artanin në familjen imagjinare që vizatonte. Një familje që nuk ekzistonte. Një fantazi fëminore e krijuar nga një darkë e vetme, nga një gjest i vetëm mirësie. Turni mbaroi vetëm kur dielli tashmë po perëndonte. Zoti Walter i liroi punonjëset me nxitim, i paduruar për të mbyllur dyqanin dhe për të shkuar në shtëpi. Elira mori Borën nga magazina, vajza e përgjumur dhe e uritur, dhe dolën në rrugë. I ftohti i natës i goditi me forcë. Jam e uritur, mami, murmuriti Bora, duke fërkuar sytë e lodhur.
Elira shikoi çantën duke llogaritur mendërisht sa para i kishin mbetur. Pak. Shumë pak. Mjaftueshëm për biletën e autobusit dhe ndoshta diçka të lirë për të ngrënë. Do të blejmë diçka për të ngrënë, dakord? Ecnin nëpër rrugët e lëvizshme të qendrës duke kaluar pranë shitësve ambulant, të pastreve të mbështjellë me batanije, adoleshentëve që qeshnin me zë të lartë në grupe. Elira bleu 2 byrek dhe një lëng portokalli në një kiosk në cep të rrugës. U ulën në një stol në një shesh për të ngrënë. Sheshi ishte zbukuruar për Krishtlindje. Kishte një pemë të madhe në qendër, të gjithën të ndriçuar me drita shumë ngjyrëshe që vezullonin në sekuencë. Yje të arta të varura në fije transparente krijonin një qiell të rrem mbi kokat e tyre. Familje shëtisnin aty duke bërë foto, duke qeshur, duke shijuar festën. Bora e hëngri byrekun me oreks, lëpinte gishtat e yndyrshëm, vëzhgonte dritat me magjepsje. Mami, shiko sa bukur është. Duket si një kështjell princeshash. Elira buzëqeshi, edhe pse për brenda ndjente atë trishtim familjar që nuk mund t'i jepte më shumë së bijës. Është shumë bukur, zemër. Atëherë dëgjoj zërin. Elira? Ajo ktheu kokën shpejt dhe ndjeu zemrën t'i hidhej. Aty, i ndalur pak metra larg tyre, ishte Artani. Kishte veshur një pallto të errët mbi një këmish, duart në xhepa, një shprehje habje të sinqertë në fytyrë. Dukej sikur kishte dalë nga një botë krejtësisht tjetër dhe, në një farë mënyre, ashtu ishte. Artan, bërtiti Bora e gjallëruar, duke harruar plotësisht byrekun. U ngrit nga stoli dhe vrapoi drejt tij, duke ju kapur pas këmbës në një përqafim spontan që e kapi burrin plotësisht të papërgatitur. Ai hezitoi vetëm një sekond para se të vendoste dorën në kokën e vajzës, duke i ledhatuar flokët me butësi. Përshëndetje, Bora. Çfarë rastësie t'ju gjej këtu? Elira u ngrit gjithashtu, më ngadalë, duke pastruar duart në pantallonat jeans. Përshëndetje. Po, bota është e vogël. Artani u afrua, syt i përshkuan fytyrën e lodhur të Elirës, rrathët e zinj poshtë syve, zbejen e lëkurës. A je mirë? Jam, u përgjigj Elira automatikisht, gënjeshtra doli lehtë si gjithmonë. Vetëm një ditë e gjatë pune. Ke punuar për Krishtlindje? Pyetja kishte një pafajësi që zbulonte se sa të ndryshme ishin botët e tyre. Për Artanin, festat ishin të shenjta, ditë pushimi dhe familjeje. Për Elirën, festat ishin ditë si gjithë të tjerat, ndonjëherë edhe më keq sepse nënkuptonin më shumë lëvizje në dyqane dhe më shumë orë në këmbë. Punoj në një dyqan në qendër, shpjegoi ajo. Nuk mbyllet në ditë festash. Artani tundi kokën, por diçka në shprehjen e tij ndryshoi. Kishte mirë kuptim aty, ndoshta edhe turp që kishte bërë një pyetje kaq naive. Po Bora. Qëndroj me dik? Elira hezitoi. Nuk i pëlqente të pranonte vështirësitë e saj para të huajve, por kishte diçka te Artani që e bënte të donte të ishte e sinqertë. Ajo qëndroi me mua. Në magazin. Nuk kisha me këta lija. Shpreja e Artanit u errësua edhe më shumë. Një fëmijë i vogël vetëm në një magazin për orë të tëra. Ai hapi gojën për të thënë diçka, por Elira e ndërpreu. Ajo ishte mirë. Vizatoi gjithë ditën. Bora e adhuron vizatimin. Sikur të kishte dëgjuar emrin e saj, Bora e tërhoqi mëngën e palltosë së Artanit. Do t'i shohësh vizatimet e mia? Bëra shumë. Artani i buzëqeshi. Dua, po. Bora u kthye me vrap te stoli, mori fletët e zhubrosura që Elira i kishte ruajtur në çantë dhe ja solli për t'ia treguar. Artani u ul në gjunjë në tokën e ftohtë të sheshit, duke u bërë sa gjatësia e vajzës dhe ekzaminoi çdo vizatim me vëmendje të sinqertë. Bënte komente, lavdëronte ngjyrat, pyeste për detajet. Bora shkëlqente nga vëmendja. Kur arriti te vizatimi i 3 njerëzve të kapur për dore, Artani mbeti në heshtje për një moment. Kush janë këta njerëz këtu, Bora? Jemi ne. U përgjigj vajza me natyrshmëri. Ti, unë dhe mami im. Elira ndjeu fytyrën t'i nxehej, e turpëruar. Më fal, ajo nuk e kupton ende mirë se si janë gjërat. Por Artani nuk duke i bezdisur. Përkundrazi. E shikoi vizatimin me një intensitet që e habiti Elirën. Është shumë i bukur, Bora. Mund ta mbaj unë? Vajza hezitoi, qartësisht e ndarë mes krenarisë që puna e saj vlerësoi dhe ngurimit për t'u ndarë prej saj. Artani e vuri re.
ose më mirë që thua sikur unë ta ruaj me shumë kujdes dhe ti të bësh një tjetër po kaq të bukur për mamin tënd? Bora mendoi për një sekond dhe pastaj ra dakord, duke ia dhënë letrën Artanit me një buzëqeshje. Ai e palosi vizatimin me kujdes dhe e futi në xhepin e brendshëm të palltos, sikur të ishte diçka e çmuar. U ngrit nga toka, pastroi gjunjët e pantallonave dhe shikoi Elirën. A keni darkuar? Elira tregoi stolin ku mbetjet e byrekut ishin ende. Hëngrëm. Artani shikoi byrekun e ftohtë dhe të yndyrshëm, pastaj Borën, që tashmë ishte përsëri e uritur, dhe pastaj Elirën. Ajo nuk është darkë. Më lini t'ju çoj të hani diçka të vërtetë. Elira hapi gojën për të refuzuar, krenaria dhe kujdesi i bërtisnin brenda saj. Por para se të mund të thoshte jo, Bora duartrokiti e gjallëruar. Mundemi, mami? Të lutem? Dhe ndoshta ishte lodhja e ditës së gjatë, ose uria që ndjente edhe pas byrekut, ose thjesht vetmia që e konsumonte, por Elira e dëgjoi veten duke thënë po. Artani i çoi në një restorant aty pranë, jo aq të sofistikuar sa ato që frekuentonte, por gjithsesi pafundësisht më mirë se çdo vend ku Elira zakonisht hante. Kishte mbulesa pëllure në tavolina, kamarier të sjellshëm, menu të vërtet në vend të fotove të plastifikuara në mur. U ulën të tre në një tavolinë pranë dritares. Bora u ul mes dy të rriturve, duke tundur këmbët që nuk i arrinin në dysheme, duke parë përreth me sy të zgurdulluar nga magjepsia. Artani porositi një vakt të plot për secilën prej tyre, pa pyetur për çmimet, pa hezituar. Ndërsa prisnin ushqimin, biseduan. Ose më mirë, Bora foli pa pushim dhe të rriturit dëgjonin, duke buzëqeshur, duke bërë pyetje të rastësishme. Vajza tregoi për shkollën, për mësuese Teutën që ishte më e mira në botë, se si kishte marrë 10 në provimin e fundit të matematikës. Foli përsëri për shoqen Anisa, për librat që i pëlqente të lexonte, për ëndrrën për të pasur një ditë një dhomë vetëm për vete, të gjithën të lyer me rozë. Artani dëgjonte gjithçka me një vëmendje që e habiti Elirën. Nuk ishte ajo vëmendja e sjellshme dhe sipërfaqësore që njerëzit zakonisht u jepnin fëmijëve. Ishte interes i sinqert. Ai bënte pyetje specifike, kujtonte detaje që Bora kishte përmendur, angazhohej vërtet me atë që ajo thoshte. Në një moment të caktuar, ndërsa Bora ishte e shpërqendruar me bukën me hudhër që kishte sjell kamarieri, Artani u kthye nga Elira. Po ti? Si ishte dita jote në të vërtetë? Pyetja e kapi Elirën të papërgatitur. Askush nuk e pyeste kurrë për ditën e saj. Ajo ishte e padukshme për shumicën e njerëzve, thjesht një shitse tjetër në një dyqan tjetër, dikush për t'u përdorur dhe hedhur. Por aty ishte Artani, duke e parë drejtë në sy, duke pritur një përgjigje të vërtetë. Ishte e lodhshme, pranoi ajo. Këmbët më rrahin. Mudesh të qëndroja nga ora 8 e mëngjesit deri në 6 të pasdites në këmbë, pa pushim. Dhe mora edhe një vërejtje nga menaxheri sepse solla Borën. Ai nuk pati as pak dhëmshuri. Elira bëri një buzëqeshje të hidhur. Dhëmshuria nuk paguan faturat. Për të, unë jam e zëvendësueshme. Nëse unë nuk e bëj punën, ka 10 të tjerë që presin për vendin. Kjo është e padrejtë. Kjo është jeta, tha Elira duke ngritur supet. Jam mësuar. Nuk duhet të ishe. Askush nuk duhet të mësohet me padrejtësinë. Fjalët mbetën pezull në ajër mes tyre. Elira shikoi Artanin, e shikoi vërtet, duke u përpjekur të kuptonte se kush ishte ai burr. Ai vinte nga një botë privilegjesh, kjo ishte e qartë. Por kishte diçka tek ai që duke e thyer, një trishtim që pasuria nuk mund ta rregullonte. Po ti, pyeti ajo, duke e kthyer lojën. Si ishin krishtlindjet e tua? Artani hezitoi, i njëjti hezitim që kishte pasur ajo. I vetmuar, pranoi më në fund. U përpoqa t'i telefonoja përsëri vajzës si me sot. Ajo nuk u përgjigj. Më dërgoi një mesazh të shkurtër duke falendëruar për dhuratën që i dërgova, por nuk donte të fliste me mua. Elira pa dhimbjen e sinqert në sytë e tij. Sa vjeçë është ajo? 12. Por duket sikur është 1000 kilometra larg. Unë e lash këtë të ndodhte. Zgjodha punën, mbledhjet, udhëtimet. Mendova se po ndërtoja një të ardhme për të, por isha vetëm duke u larguar. Mund ta ndryshosh ende këtë. Artani e shikoi me një përzierje shprese dhe mosbesimi. Mendon? Mendoj. Ajo është 12 vjeçe, jo 30.
Ka ende kohë. Por duhet të jetë prani e vërtet, jo vetëm para dhe dhurata. Si që bën ti me Borën? Elira buzëqeshi, një buzëqeshje e lodhur por e sinqertë. Unë nuk kam zgjidhje. Jemi vetëm ne të dyja. Gjithçka që mund t'i jap është prania ime, sepse nuk kam asgjë tjetër. Por kam mësuar se ndonjëherë kjo është gjëja më e rëndësishme. Ushqimi erdhi dhe ata hëngrën në një heshtje komode, të ndërprerë vetëm nga komentet e gjallëruara të Borës se sa e shijshme ishte gjithçka. Ajo provonte çdo gjë me entuziazëm, syt i shkëlqenin. Elira vëzhgonte të bien dhe ndjente zemrën t'i shtrëngojë nga mirënjohja dhe faji i përzier. Mirënjohje për atë moment bollku, faj që nuk mund t'i siguronte këtë çdo ditë. Kur mbaruan, Artani këmbënguli të paguante përsëri. Këtë herë, Elira nuk protestoi aq shumë. Po mësonte se ndonjëherë të pranosh ndihmë nuk ishte shenjë dobësie, por njerëzillëku. Dolën nga restoranti përsëri në të ftohtin e natës. Sheshi ishte edhe më i ndriçuar tani, me më shumë familje që shëtisnin, këngë krishtlindjesh që luanin në altoparlant të fshehur. Bora donte ta shihte pemën nga afër dhe vrapoi përpara, duke i lënë dy të rriturit të ecnin krah për krah. Artan, tha Elira pa pritur, duke ndaluar së ecuri. Pse po e bën këtë? Ai ndaloi gjithashtu, u kthye për ta parë. Duke bërë çfarë? Gjithë këtë. Darkat, bisedat, vëmendjen. Ti nuk më njeh. Nuk na njeh. Pse të intereson? Artani mbeti në heshtje për një moment të gjatë, duke parë Borën që rrotulloi rreth pemës së ndriçuar, duke qeshur vetëm. Kur më në fund u përgjigj, zëri i tij ishte i ngarkuar me emocion. Sepse mbrëm, kur ju pash të dyja në atë restorant, pash diçka që e kisha humbur prej kohësh. Pash dashuri të vërtetë. Pash prani. Pash atë që vërtet ka rëndësi. Dhe kuptova se sa e zbrazët është jeta ime. Kam gjithçka që parat mund të blejnë, por nuk kam asgjë që vërtet ka rëndësi. Ti dhe Bora ma kujtuat këtë. Elira ndjeu lot t'i digjinin syt. Ne nuk jemi një projekt bamirësie, Artan. Jemi njerëz të vërtet, me probleme reale. E di. Dhe pikërisht për këtë dua të jem afër. Nuk është çështje bamirësie. Është çështje lidhjeje. Është çështje të kujtoj se çfarë do të thotë të jesh njeri. Para se Elira të mund të përgjigjej, Bora u kthye me vrap, duke i kapur dorën të dyve. Le t'i shohim dritat të gjithë bashkë. Dhe aty, në atë shesh të zbukuruar, në një qiell artificial yjesh të arta, të tre ecën krah për krah. Elira në mes, duke mbajtur dorën e Borës me të djathtën dhe, me hezitim por e vendosur, duke pranuar dorën që Artani i ofroi me të majtën. Ishte e çuditshme. Ishte e papritur. Ishte e frikshme. Por ishte edhe e mirë. Për herë të parë pas vitesh, Elira nuk ndihej plotësisht e vetme. Dhe duke parë Artanin, pa në fytyrën e tij të njëjtin lehtësim, të njëjtën mirënjohje të heshtur që nuk ishte më i izoluar në botën e tij. Bora tregonte me gisht çdo dritë, çdo zbukurim, çdo detaj të dekorit të krishtlindjeve, zëri i saj fëminor mbushte heshtjen mes të rriturve. Dhe në atë moment, duke ecur nëpër një shesh të zakonshëm në Tiranë, tre njerëz të vetmuar në mënyrën e tyre gjetën diçka që as nuk e dinin se po e kërkonin. Gjetën përkatësi. Ditët që pasuan atë takim të dytë sollën një ndryshim delikat, por të thellë në rutinën e të gjithë të përfshirëve. Artani, i cili zakonisht i kalonte pasditet i mbyllur në zyrë ose në darka biznesi pa shpirt, tani e gjente veten duke numëruar orët për momentin kur mund të shihte Elirën dhe Borën përsëri. Nuk ishte diçka e planifikuar, nuk ishte diçka racionale. Ishte thjesht një nevojë që rritej brenda tij, sikur ato dy persona të kishin hapur një derë në kraharorin e tij që ishte mbyllur prej vitesh. Ditën e tretë pas krishtlindjeve, Artani u shfaq në derën e dyqanit ku punonte Elira. Ishte pothuajse ora 6 pasdite dhe lëvizja tashmë po paksoi. Elira po rregullonte një stend rrobash kur ndjeu dikë që e shikonte. U kthye dhe aty ishte ai, i ndalur në hyrje, i veshur me xhinse të errëta dhe një pulover leshi, duke u përpjekur të dukej më casual, më i zakonshëm. Por kishte diçka tek ai që gjithmonë e dallonte, një elegancë natyrale që rrobat e thjeshta nuk arrinin ta fshinin. Elira ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Artan? Çfarë bën këtu? Ai buzëqeshi, pak i ndrojtur. Mendova t'ju çoj në shtëpi, ty dhe Borën. Nëse do, sigurisht. Nuk dua të jem i bezdisshëm.
Zoti Valter, që ishte te arka, shikoi nga Artani te Elira me një shprehje dyshuese. Elira ndjeu fytyrën t'i nxehej. Ajo kishte ende rreth 20 minuta punë, por ideja për të dalë nga aty, për t'i shpëtuar shikimit gjykues të menaxherit dhe komenteve dashakeqe të Anilës, ishte shumë joshse. Vetëm një moment, i tha ajo Artanit, dhe shkoi shpejt te magazina për të marrë borën. Vajza ishte në të njëjtin stol, duke vizatuar si gjithmonë. Kur pa të ëmën, u ngrit e gjallëruar. Po ikim? Po ikim. Dhe ka një surprizë jashtë. Syt e Borës shkëlqyen. Çfarë surprize? Elira vetëm buzëqeshi dhe e mori të bien për dorë. Kur dolën në sallën e dyqanit dhe Bora pa Artanin, lëshoi një klithmë gëzimi dhe vrapoi drejt tij. Artani e mori në krah sikur të ishte gjëja më e natyrshme në botë, duke u rrotulluar me të në ajër ndërsa vajza qeshte. Zoti Valter u kollit me zë të lartë, duke e bërë të qartë pa kënaqësinë e tij. Elira, turni yt mbaron në 6:15. Elira shikoi orën në mur, mungonin saktësisht 18 minuta. Hapi gojën për të thënë se do të qëndronte, por Artani ishte më i shpejtë. Në fakt, duhet të flas me të për një çështje urgjente. Familjare. Shpresoj të kuptoni. Kishte diçka në tonin e zërit të Artanit, një autoritet i qetë por i pamohueshëm, që e bëri zotin Valter të hezitonte. Ai shikoi nga njëri te tjetri, qartësisht i bezdisur por pa ditur si të reagonte. Mirë, u mërmërit më në fund. Por nesër vjen 15 minuta më herët për të kompensuar. Elira ra dakord shpejt, mori çantën e saj të vjetër dhe doli nga dyqani para se menaxheri të ndryshonte mendje. Jashtë, në të ftohtin e natës që fillonte të binte, ajo shikoi Artanin me një përzierje mirënjohjeje dhe shqetësimi. Nuk duhej ta bëje këtë. Tani ai do të më vëzhgoj edhe më shumë. Ai po sillej në mënyrë abuzive. 18 minuta nuk bëjnë asnjë ndryshim. Bëjnë kur ke nevojë për punën. Artani u bë serioz. Më fal. Nuk e mendova. Ndonjëherë harroj se si funksionojnë gjërat për ata që nuk kanë privilegje. Elira pshërtiu. Nuk ka gjë. Dhe faleminderit që erdhe. Ecnin bashkë deri te makina e Artanit, që ishte parkuar 2 bloqe më larg. Bora ecte mes tyre, duke treguar për ditën e saj në magazin, për vizatimet që kishte bërë, se si ishte e uritur. Artani dëgjonte gjithçka me vëmendje, duke bërë pyetje, duke qeshur në momentet e duhura. Kur arritën te makina, Bora u mahni. Ishte një sedan i zi dhe shkëlqyes, me brendësi lëkure bezh. Kur nuk kishte hipur në një makinë të tillë. Artani e ndihmoi të vendoste rripin e sigurimit në sediljen e pasme, duke e rregulluar me kujdes, dhe pastaj i hapi derën e pasagjerit Elirës. Gjatë rrugës për në apartamentin e tyre, Artani sugjeroi të ndalonin për të ngrënë diçka. Elira u përpoq të refuzonte, duke thënë se kishte ushqim në shtëpi, por Bora u lut me ata sy të mëdhenj dhe Elira përfundoi duke pranuar. Ndaluan në një pastiqeri komode, me tavolina druri dhe erë buke të freskët. Hëngrën sanduiç, pin lëng portokalli, dhe Bora mori një copë tortë me çokoladë që ishte më e madhe se koka e saj. Kjo u bë rutinë. Artani shfaqej në fund të turnit të Elirës 3-4 herë në javë. I çonte të dyja për darkë, ose thjesht i çonte në shtëpi. Ndonjëherë sillte gjëra të vogla. Një lodër të thjeshtë për Borën, një çokoladë, një libër për t'u ngjyrosur. Njëherë u shfaq me një xhup të ri për vajzën, një xhup të vërtet, të trashë dhe të ngrohtë, në ngjyrën rozë që ajo e adhuronte. Elira u përpoq të refuzonte, tha se ishte tepër, por Artani këmbënguli duke thënë se e kishte parë në një vitrinë dhe thjesht nuk mundi të mos e blinte. Një të shtunë, Artani i ftoi të dyja për shëtitje. Shkuan në parkun e madh të liçenit artificial, ecën në përshtigjet me pemë, pan shfaqjen e një grupi teatri rruge, pinë akullore edhe pse koha ishte e ftohtë. Bora vraponte përpara, duke eksploruar, duke qeshur, duke qenë fëmijë në një mënyrë që Elira rrallëherë arrinte t'i siguronte. Dhe Artani ishte aty, i duruar, i vëmendshëm, i pranishëm në një mënyrë që e befasonte Elirën gjithnjë e më shumë. Ajo filloi të pyeste veten pse ai i bënte të gjitha këto. U përpoq disa herë të kuptonte motivet e tij, të kërkonte qëllime të dyta, por nuk gjente asgjë përveç vetmisë dhe një dëshire të sinqertë për lidhje. Artani kur nuk bëri lëvizje të papërshtatshme, kur nuk sugjeroi asgjë për te miqësisë.
E trajtonte Borën me një dashuri atërore që e bënte zemrën e Elirës të dhemte dhe të ngrohej në të njëjtën kohë. Ishte në një nga këto vizita, gjatë një pasditeje kur të tre ishin ulur në apartamentin e vogël të Elirës duke pirë çokoladë të nxehtë që Artani kishte sjell, kur Bora i dha atij një letër të palosur. E bëra këtë për ty, tha ajo, e ndrojtur në një mënyrë që nuk ishte e zakonshme për të. Artani e hapi letrën me kujdes. Ishte një tjetër vizatim, më i përpunuar se të mëparshmi. Tregonte tre figura të kapura për dore, me fytyra të qeshura të vizatuara me kujdes. Njëra kishte flokë të gjatë dhe gështenj, ishte qartësisht Elira. Tjetra ishte e vogël, me gërsheta, ishte Bora. Dhe e treta ishte e gjatë, me flokë të shkurtër, ishte ai. Mbi tre figurat, e shkruar me shkronja të shtrembra dhe shumë ngjyrshe, ishte fraza, familja ime. Artani mbeti duke parë vizatimin për një kohë të gjatë. Elira pa kur sytë e tij u lagën, kur ai i puliti shpejt duke u përpjekur të përmbante lotët. Ai e palosi letrën me gjithë kujdesin e botës dhe e futi në xhepin e këmishës, shumë afër zemrës. Është vizatimi më i bukur që kam marrë ndonjëherë në jetën time, Bora. Faleminderit. Vajza buzëqeshi, krenare, dhe pastaj u kthye të luante me lapsat me ngjyra që ishin shpërndarë në tavolinën e vogël. Elira dhe Artani u pan mbi kokën e saj dhe diçka kaloi mes tyre në atë shikim. Një mirëkuptim i heshtur, një njohje se diçka po ndryshonte, po transformohej në diçka më të madhe se sa kishte planifikuar ndonjëri prej tyre. Më vonë, kur Bora ishte e shpërqendruar duke parë televizor, Elira dhe Artani shkuan në kuzhinën e vogël me justifikimin për të larë filxhanët. Aty, në hapësirën e ngushtë, Elira më në fund pyeti atë që i rrinte në kokë. Artan, ku po shkon kjo? Ai ndaloi së fshiri filxhanin që mbante dhe e shikoi. Si thua? Kjo. Ti, ne, gjithë kjo situatë. Ti shfaqesh këtu, na çon për shëtitje, sjell dhurata. Bora po lidhet me ty, unë po lidhem me ty dhe kam frikë se çfarë do të ndodh kur të lodhesh nga kjo dhe të ikësh. Artani e vendosi filxhanin mbi lavaman me kujdes. Kush tha se do të iki? Të gjithë ikin, tha Elira, dhe zëri i saj u drodh. Njerëzit hyjnë në jetën tonë, qëndrojnë për pak kohë dhe kur kuptojnë se nuk jemi aq interesant, kur shkëlqimi i risisë kalon, ata ikin. Dhe ne mbetemi. Gjithmonë mbetemi. Unë nuk jam si të gjithë, u përgjigj Artani. Dhe shiko, e di që nuk ke asnjë arsye të më besosh. Nuk njihemi prej shumë kohësh. Por kam nevojë që ti ta dish se kjo këtu, ai bëri një gest të vagullt, duke treguar kuzhinën, apartamentin, gjithë situatën, kjo nuk është një kalim kohe për mua. Nuk është bamirësi. Është e vërtetë. Ju të dyja jeni bërë pjesa më e rëndësishme e ditëve të mia. Elira ndjeu lot t'i digjnin syt. Pse? Pse ne? Sepse ti më kujton atë që vërtet ka rëndësi. Sepse Bora më bën të dua të jem një baba më i mirë. Sepse kur jam me ju, nuk ndihem bosh. Për herë të parë pas vitesh, ndihem i gjallë. Para se Elira të mund të përgjigjej, Bora u shfaq në derën e kuzhinës, duke fërkuar syt e përgjumur. Më vjen gjumë, mami. Elira fshiu shpejt syt dhe e mori të bien në krah. Të vëm të flesh atëherë, zemër. Artani i shoqëroi deri në dhomën e vogël ku flinte Bora. Elira e ndihmoi vajzën të ndërronte rrobat dhe e vendosi në krevatin e ngushtë, duke i tërhequr batanien e hollë deri te mjekra. Kur ishte gati të dilte, Bora e thirri Artanin. Artan, a mund të më thuash natën e mirë edhe ti? Ai u duki habitur, por u afrua menjëherë, duke u ulur në gjunjë pranë krevatit. Natën e mirë, princesh. Shiko ëndra të bukura. Bora e shikoi me ata sy të mëdhenj dhe të pafajshëm, dhe pastaj bëri një pyetje që ndryshoi gjithçka. Artan, a mund të bëhesh baba im? Heshtja që pasoi ishte e rëndë, e ngarkuar me emocion. Elira, e ndalur pranë derës, ndjeu lotët të ktheheshin. Artani mbeti plotësisht i palvizshëm, sikur të kishte harruar si të merrte frym. Bora, zemër, filloi Elira, duke u përpjekur të zbusë situatën, Artani tashmë ka një vajzë. Lirën, e mban mend? Por ai mund të ketë dy, këmbënguli vajza, me logjikën e thjeshtë të fëmijëve. Lira mund të jetë motra ime. Dhe ai mund të jetë babai i të dyjave. Artani shikoi Borën, pastaj Elirën, dhe kur foli zëri i tij ishte i ngjirur nga emocioni. Do të ishte një nder, Bora.
Nderi më i madh i jetës sime. Vajza buzëqeshi e kënaqur dhe mbylli syl. Pas pak minutash e zuri gjumi, frymëmarrja e saj e butë dhe e rregull. Artani qëndroi aty edhe për pak kohë, vetëm duke e vëzhguar me një dorë të vendosur butësisht mbi batanie. Kur më në fund dolën nga dhoma, Elira po qante hapur. Artani e tërhoqi në një përqafim dhe ajo e lejoi veten të shfryhej, duke lënë të dilte gjithë tensioni, gjithë frika, gjithë shpresa që kishte ruajtur. Ajo nuk e kupton se çfarë po kërkon, u dënes Elira në kraharorin e tij. Ajo është shumë e vogël. Ndoshta ajo e kupton më mirë se ne, u përgjigj Artani. Fëmijët i shohin gjërat më thjesht. Pa gjithë komplikimet që ne i shtojmë. Qëndruan kështu për një kohë të gjatë, të përqafuar në sallonin e vogël, bota jashtë vazhdonte ndërsa brenda atij apartamenti të vogël diçka e re dhe e brisht po linte. Në ditët që pasuan, Artani filloi të mendonte seriozisht për atë që Bora kishte kërkuar. Mendoi për Lirën, se si kishte dështuar si baba, se si paratë dhe suksesi i kishin vjedhur vitet e çmuara të fëmijërisë së bijës. Dhe mendoi se si, me Borën, po kishte një shans të dytë. Një shans për ta bërë siç duhet, për të qenë i pranishëm, për të qenë babai që duhej të kishte qenë. Por e dinte se nuk mund ta zëvendësonte thjesht një vajzë me tjetrën. Lira kishte nevojë për të, edhe pse ajo vetë nuk e dinte ende. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, të dyja vajzat mund të përfitonin nga njëra tjetra. Atëherë i lindi ideja. I telefonoi Valbonës dhe, për herë të parë pas vitesh, pati një bisedë të sinqertë me ish gruan. I tregoi për Elirën dhe Borën, se si ato kishin hyrë në jetën e tij, se si kjo e kishte bërë të kuptonte sa i munguar ishte. Valbona mbeti në heshtje për një kohë të gjatë dhe Artani priti, duke u frikësuar nga reagimi i saj. Kur ajo më në fund foli, zëri i saj ishte çuditërisht i butë. Kam vënë re një ndryshim tek ti javët e fundit. Në ato pak herë që kemi folur, duke i ndryshe. Më i lehtë. Më njerëzor. Po Lira, pyeti Artani. Mendon se do të pranonte ta takonte Borën? Valbona mendoi. Lirës i ka munguar, edhe pse nuk e pranon. Ndoshta të takoj këtë vajzë, të shoh ty duke qenë një baba i mirë për të, mund ta bëj Lirën të dojë të ketë përsëri në jetën e saj. Kështu, 3 javë pas atij takimi të parë në restorant, Artani organizoi një takim mes dy vajzave. Zgjodhi të njëjtin shesh ku kishte ecur me Elirën dhe Borën, duke menduar se do të ishte një territor neutral, një vend publik ku të gjithë do të ndiheshin të sigurt. Arriti gjysmë ore para orarit të caktuar, nervoz në një mënyrë që nuk e mbante mend ta kishte ndier prej vitesh. Elira dhe Bora u shfaqën të parat. Vajza kishte veshur xhupin e ri roz që Artani i kishte dhënë, faqet e kuqe nga i ftohti, syt i shkëlqenin nga entuziazmi. Elira ishte më e përmbajtur, qartësisht e shqetësuar. A je i sigurt për këtë? Pyeti ajo me zë të ulët, ndërsa Bora vrapoi për të parë pemën e krishtlindjeve që ishte ende e montuar në shesh. Jam. Lira duhet ta di këtë pjesë të jetës sime. Dhe mendoj se të dyja do të merren vesh mirë. Elira tundi kokën, por ai mund ta shite shqetësimin në sytë e saj. E dinte se çfarë po mendonte. Po sikur Lira ta refuzonte Borën? Po sikur vajza të lëndoi? Po sikur gjithë ajo situatë e brish që po ndërtonin të shembej? Por atëherë Valbona erdhi me Lirën dhe nuk kishte më kohë për dyshime. Lira ishte rritur që nga hera e fundit që Artani e kishte parë personalisht. Ishte më e gjatë, më e dobët, me tipare adoleshente që fillonin të shfaqeshin në fytyrën që ishte ende fëminore. Kishte veshur xhinse të grisura të gjunjët, një xhaket xhins mbi një bluzë sportive, atlete të bardha. Kishte flokët gështenjë të lidhur në një bisht të lartë, disa fije të lira i binin rreth fytyrës. "Ç'kemi babi," tha ajo, dhe zëri i saj kishte një kujdes që e bëri zemrën e Artanit të dhemte. "Ç'kemi, Lira?" Ai u afrua dhe e përqafoi, dhe ajo e la veten të përqafohej për një moment të shkurtër para se të largohej. "Faleminderit që erdhe." Lira shikoi përreth, qartësisht duke kërkuar Elirën dhe Borën. Valbona i kishte treguar për takimin, duke e përgatitur, por gjithsesi ishte e çuditshme, e pakëndshme. Artani bëri një gjes dhe Elira u afrua, duke sjellë Borën për dorë. Vajza ishte bërë e ndrojtur papritur, duke u fshehur pas këmbëve të nënës kur pa vajzën më të madhe. "Lira, kjo është Elira." "Dhe kjo," Artani u ul dhe e mori Borën në krah, "është Bora." Dy vajzat u pan.
Bora me 7 vitet e saj të pafajësisë dhe kuriozitetit. Lira me 12 vitet e saj të mosbesimit adoleshent dhe konfuzionit. Heshtja u zgjat e rënd, e ngarkuar me pritshmëri. Ishte Bora ajo që e theu akullin. Ç'kemi? Ti e Lira? Babai im ka folur shumë për ty. Babai im. Fjalët dolën aq natyrshëm sa i bën të gjithë të rriturit të ngrinin. Lira puliti syt e habitur duke përpunuar atë që sapo kishte dëgjuar. Babai yt, përsëriti ajo, duke parë nga Bora te Artani. Artani e uli Borën butësisht në tokë dhe u ul në gjunjë mes dy vajzave. Lira, e di që kjo është e çuditshme dhe konfuze. Por e Lira dhe Bora hynë në jetën time disa javë më parë dhe ndryshuan gjithçka. Ato më bën të kuptoj sa gabim isha, sa shumë po humbisja me ty nuk dua të mendosh se po përpiqem të zëvendësoj. Kur? Ti je vajza ime dhe gjithmonë do të jesh. Lira dëgjonte me një shprehje të vështirë për t'u lexuar. Kishte krahët e kryqëzuar, qëndrim mbrojtës, por kishte diçka në sytë e saj që tradhtonte brishtësinë nën armaturën adoleshente. Dhe ajo të thëret baba, pyeti, duke treguar Borën. Ajo më thëret kështu, po. Dhe unë po përpiqem të jem i denjë për këtë titull. Ti kur nuk ishe i pranishëm për mua, tha Lira, dhe kishte dhimbje në zërin e saj. Kalove vite i zhytur në punë, duke më harruar. Dhe tani shfaqesh me një familje të re sikur asgjë të mos ketë ndodhur. Fjalët ishin si një grusht në stomakun e Artanit. Ke të drejtë. Kam dështuar me ty, kam dështuar në çdo mënyrë të mundshme. Por po përpiqem ta ndryshoj këtë. Dhe të njoh Borën më tregoi llojin e babait që duhej të kisha qenë për ty që në fillim. Lira shikoi Borën, e cila e vëzhgonte me ata sy të mëdhenj dhe kureshtar. Dhe çfarë do që të bëj unë? Të shtirem sikur gjithçka është në rregull? Të bëhem shoqe me të? Nuk dua të shtireshesh për asgjë. Vetëm dua që ta njohësh. Ti japësh një shans. Mua. Ty neve. Pati një heshtje të gjatë. Bora, duke e kuptuar tensionin, bëri një hap përpara dhe i zgjati një letër Lirës. Është për ty. Lira e mori letrën automatikisht. Ishte një vizatim. Tregonte dy vajza, një më e madhe dhe një më e vogël, të kapura për dore duke buzëqeshur. Mbi to ishte shkruar me shkronja të shtrembra, motrat e mia. Ti vizaton, pyeti Lira, dhe zëri i saj ishte zbutur pak. Bora tundi kokën me entuziazëm. E adhuroj vizatimin. Edhe ti e pëlqen? Unë vizatoj ndonjëherë, pranoi Lira. Më shumë në orën e artit. Edhe unë kam orë arti. Thiri Bora. Mësuesja ime thot se vizatoj shumë mirë. Dhe kështu, me thjeshtësinë që vetëm fëmijët e kanë, biseda filloi të rrjedhë. Lira, ende e kujdesshme, filloi të fliste për shkollën, për mësimet e saj, për vizatimet që bënte. Bora dëgjonte e mahnitur, duke bërë pyetje, duke qeshur, duke ndarë historitë e saj. Të rriturit u larguan pak, duke u dhënë hapësirë vajzave. Artani shikonte skenën me zemër të shtrënguar, mezi duke besuar se po ndodhte vërtet. Valbona iu afrua. Ajo është e veçantë, Bora, tha ish gruaja. Dhe e Lira duket se është një person i mirë. Janë të dyja, ra dakord Artani. Ti ke ndryshuar vërtet. Mund ta shoh këtë. Ato më ndryshuan. Më treguan se çfarë po humbisja. Valbona shikoi Lirën dhe Borën që tani ishin ulur në një stol duke krahasuar vizatimet. Kujdesu mirë për to për të gjitha. Ke një shans të dytë me Lirën. Mos e shpërdoro. Nuk do ta shpërdoroj. Premtoj. Kaluan edhe 2 orë në shesh. Vajzat luajtën, biseduan, qeshën. Kur erdhi koha për të ikur, Bora e përqafoi Lirën fort dhe për habin e të gjithëve, Lira ja ktheu përqafimin. A mund të shoh përsëri? Pyeti Bora me shpresë. Lira shikoi Artanin, pastaj Borën dhe buzëqeshi. Një buzëqeshje e vogël, ende hezituese, por e sinqertë. Po, mundesh. Dhe në atë moment, duke u kthyer te makina me Elirën pranë tij dhe 2 vajzat që bisedonin disa hapa përpara, Artani ndjeu diçka që nuk e kishte ndier prej vitesh. U ndje i plotësuar. Javët në vijim sollën një transformim të dukshëm të gjithë. Lira filloi të kërkonte ta shihte Borën më shpesh.
Në fillim ishin takime të shkurtra, gjithmonë me praninë e Artanit si ndërmjetës, por pak nga pak marrëdhënia mes dy vajzave u forcua. Shkëmbenin mesazhe në telefon, ku Lira i mësonte Borës të përdorte emoji dhe vajza e vogël i dërgonte foto të vizatimeve që bënte. Artani vëzhgonte gjithçka me një përzierje gëzimi dhe mosbesimi, sikur po shihte një mrekulli të ndodhte në kohë reale. Lira, nga ana tjetër, vazhdonte të punonte në dyqan, por tani me një lehtësi tjetër. Ditët ishin ende të gjata dhe të lodhshme, zoti Walter vazhdonte të ishte një shef i vështirë, por ajo kishte diçka për të pritur në fund të turnit. Kishte Artanin që shfaqej me atë buzëqeshje që e bënte të ndiej e parë, kishte Borën të emocionuar duke treguar për bisedat me Lirën, kishte një ndjenjë përkatësie që nuk e kishte provuar kurrë më parë. Ishte një natë të ftohtë janari, pas një darke të thjeshtë në apartamentin e Lirës, kur Artani bëri propozimin që do të ndryshonte gjithçka. Ata ishin ulur në divanin e vogël të sallonit, Bora tashmë flinte në dhomën ngjitur, një filxhan kafeje poftohej në duart e të dyve. Artani dukej nervoz, gjë që ishte e pazakont për një burr që zakonisht rrezatonte besim. Lira, filloi ai, dhe kishte diçka në zërin e tij që e bëri atë të kushtonte vëmendje të menjëhershme. Kam menduar shumë për ne. Për gjithë këtë situatë. Zemra e Lirës u përshpejtua. Ja ku ishte. Momenti që i friksoi. Ai do të thoshte se kishte qenë mirë, por se duhej të vazhdonte përpara. Se risia kishte kaluar. Se ishte koha të ktheheshin në jetët e tyre të ndara. Po të dëgjoj, tha ajo, duke u përpjekur ta mbante zërin të qëndrueshëm. Artani e vendosi filxhanin në tavolinën e vogël dhe u kthye për ta parë plotësisht. E urej idenë që të iki çdo natë. E urej t'ju lë të dyja këtu, në këtë apartament të ftohtë ku ngrosja nuk funksionon. E urej të di se zgjohesh para se të lind dielli për të marrë 2 autobus deri në punë. E urej që Bora e kalon ditën e mbyllur në një magazin të errët duke vizatuar vetëm. Lira ndjeu lot t'i digjinin. E di që nuk është perfekte, por kjo është ajo që kemi. Kjo është ajo që mund t'i jap asaj. E di. Dhe nuk po të gjykoj. Ti je nëna më e mrekullueshme që kam njohur ndonjëherë. Bën mrekulli me atë që ke. Por, Artani mori frym thellë, po sikur të mos ishte e nevojshme të ishte kështu. Si thua? Po sikur të vinit të dyja të jetonit me mua? Fjalët mbetën pezull në ajër mes tyre. Lira mbeti plotësisht e palvizshme, duke u përpjekur të përpunonte atë që sapo kishte dëgjuar. Të jetonte me të? Në apartamentin luksos në blok? Të linte pas jetën që njite, sa do e vështirë të ishte? Artan, unë nuk mund të pranoj thjesht bamirësi. Nuk është e drejtë për ty. Nuk është bamirësi, tha ai me vendosmëri. Është familje. Ti the një herë se unë kisha ende kohë t'i rregulloja gjërat me Lirën. Po përpiqem. Por gjithashtu kuptova se nuk dua vetëm të rregulloj të kaluarën. Dua të ndërtoj një të ardhme. Me ju. Me Lirën. Dua të zgjohem dhe të shoh Borën duke vrapuar nëpër shtëpi. Dua të ha mëngjes me ju. Dua të jem i pranishëm vërtet, jo vetëm në vizita të rastësishme. Po sikur të mos funksionoj? Pyeti Lira, zëri i dridhej. Po sikur të kuptosh se është shumë punë, shumë zhurmë, shumë e komplikuar? Bora është fëmijë. Ajo bën rëmuj, zgjohet natën, ka teka. Nuk është si të presësh vizita. Unë e dua rëmujën. I dua tekat. Dua të më zgjojnë natën. I dua të gjitha këto sepse do të thotë se nuk jam më vetëm. Lira mbylli syt duke ndier lotët më në fund të rridhnin. Kam frikë. Edhe unë, pranoi Artani. Kam frikë se do ta prish gjithçka. Kam frikë se nuk do të jem mjaftueshëm i mirë. Por kam më shumë frikë ta lë këtë shans të kaloj. Ajo hapi syt dhe e shikoi vërtet. Pa burrin që kishte qenë vetëm një i huaj disa javë më parë dhe që tani ishte dikush thelbësor në jetën e saj. Pa sinqeritetin në sytë e tij, brishtësinë në shprehjen e tij. Dhe pa dashuri. Dashuri të sinqertë, jo vetëm për Borën, por edhe për të. Mirë, përshpëriti ajo. Ne pranojmë. Buzëqeshja që u hap në fytyrën e Artanit ishte aq rrezatuese sa e bëri Lirën të qeshte mes lotësh. Ai e tërhoqi në një përqafim të ngushtë dhe ajo e lejoi veten të qëndronte aty, duke ndier për herë të parë pas vitesh se nuk duhej t'i mbante të gjitha vetëm.
Zhvendosja ndodhi 2 javë më vonë. Elira nuk kishte shumë gjëra për të marrë. Disa kuti me rroba, lodrat e borës, vizatimet që vajza Këmbënguli t'i ruante të gjitha, disa në kuzhine që kishin vlerë sentimentale. Artani kontraktoi një kompani transporti, por në fund shumica e sendeve hyn në bagazhin e makinës së tij. Kur arritën në apartamentin triplex në blok, Bora mbeti gojë hapur. Kur nuk kishte parë diçka të tillë. Dhomat e mëdha, tavanet e larta, dritaret e mëdha me pamje nga I gjithë qyteti. Artani I tregoi dhomën që kishte përgatitur për të. Ishte 3 herë më e madhe se I gjithë apartamenti ku kishin jetuar më parë. Kishte një krevat me baldakin, një tavolinë pune vetëm për të, një raft plot me libra dhe materiale arti, mure të lyera me një rozë të butë që Bora e pëlqeu menjëherë. Vajza vrapoi nëpër dhomë, duke prekur gjithçka, duke qeshur nga gëzimi I pastër. E imja? E gjithë kjo është e imja? E gjitha e jotja, princesh, u përgjigj Artani dhe Elira pa lot edhe në sytë e tij. Dhoma e Elirës ishte pranë asaj të Borës. Ishte po aq e gjerë, me garderobë, banje private, balkon me pamje nga qyteti. Ajo qëndroi në mes të dhomës, duke u ndier e vogël dhe e pavend. Artani vuri re hezitimin e saj. Nuk ke nevojë të rish këtu nëse nuk do mund të zgjedhësh çdo dhomë tjetër. Ose mund ta rinovojmë, ta lyejmë me një ngjyrë tjetër, ti ndryshojmë mobiljet. Dua që të ndihesh si në shtëpinë tënde. Është perfekte, tha Elira, dhe ishte e vërtetë. Ishte më shumë se perfekte. Ishte frikshëm perfekte. Ditët e para ishin të çuditshme. Elira zgjoi në mes të natës pa ditur se ku ishte, heshtja e shtëpisë së madhe e bënte të ndihej jo rehat. Ishte mësuar me zhurmat e pallatit të vjetër, me fqinjin që dëgjonte televizor me zë të lartë, me qenin e apartamentit të sipërm që lehte. Aty gjithçka ishte e heshtur, e kontrolluar, shumë perfekte. Por pak nga pak, shtëpia filloi të ndryshonte. Bora shpërndante lodra nëpër sallon, linte lapsa me ngjyra mbi tavolinën e ngrënies, varte vizatime në frigoriferin prej inoksi. Elira gatuante ushqim të thjesht në kuzhinën moderne, duke refuzuar të lejonte Artanin të punësonte një pastruese. Duhej të bënte diçka, duhej të kontribuonte në një farë mënyre. Artani, nga ana tjetër, po zbulonte se çfarë ishte të ndaje vërtet një shtëpi me njerëz të tjerë. Zbuloi se Bora zgjohej në 6 të mëngjesit çdo ditë, pavarësisht nëse ishte fundjavë. Zbuloi se Elirës I pëlqente të pinte kafe duke lexuar lajmet në celular. Zbuloi se kishte një lumturi të thjeshtë në përgatitjen e petullave të dielën në mëngjes, në shikimin e filmave vizatimor në divan, në diskutimin se cilin film të shihnin të premten mbrëma. Një javë pas zhvendosjes, Lira erdhi për vizitë. Artani ishte nervoz, pa ditur se si do të reagonte e bia kur të shihte Borën të instaluar në shtëpinë e saj të dytë, duke përdorur hapësirën që më parë ishte vetëm e saj gjatë vizitave. Por Lira I habiti të gjithë. Hyri në dhomën e Borës dhe u mahni. Dhoma jote është e mrekullueshme. 2 vajzat e kaluan pasditën bashk, duke vizatuar, duke biseduar, duke qeshur. Kur erdhi koha e darkës, u ulën të gjithë në tavolinë. Artani në krye, Elira në njërin anë, Lira në tjetrën, Bora mes tyre. Ishte hera e parë që të katërt hanin bashk dhe kishte diçka të shenjtë në atë moment. Ishte gjatë ëmbëlsirës kur Lira bëri një pyetje që I kapi të gjithë të papërgatitur. Babi, ti dhe Elira jeni të lidhur? Artani gati u mbyt me akulloren. Elira ndjeu fytyrën t'i nxehej. Bora shikoi nga njëri te tjetri me kuriozitet. Ne jemi miq, u përgjigj Artani, por zëri I tij tingëlloi I pasigurt edhe për të. Miq që jetojnë bashkë. Këmbënguli Lira me atë mënyrë të drejtë për drejtë të adoleshentëve. Është e komplikuar, u përpoq të shpjegonte Elira. Lira ngriti supet. Nuk më duket e komplikuar. Ju qartësisht e pëlqeni njëri tjetrin. Atëherë pse nuk jeni të lidhur? Sepse gjërat nuk janë aq të thjeshta, tha Artani. Pse jo? Kundërshtoi Lira. Ti kalove vite duke thënë se ishte e komplikuar të më vizitoje, se kishe shumë punë, se ishte e vështirë të bashkërendoje gjithçka. Dhe pastaj njohe Elirën dhe Borën dhe pa pritur gjete kohë. Zbulove se gjërat mund të jenë të thjeshta kur vërtet do. Fjalët mbetën duke jehuar në heshtjen që pasoi. Bora e theu tensionin. Unë mendoj se babi Artani duhet të lidhet me mamin.
Kështu do të ishim një familje e vërtetë. Ne tashmë jemi një familje, tha Artani butësisht. Nuk ka nevojë për titull për këtë. Por do të ishte bukur, këmbënguli Bora. Atëherë mund të martoheshit dhe të kishit një dasmë me tort dhe gjithçka. Elira qeshte nervozisht duke u përpjekur të devionte temën, por fara ishte mbjellë. Atë natë, pasi vajzat shkuan të flinin dhe Lira shkoi në shtëpi me Valbonën, Artani dhe Elira qëndruan në balkon duke parë dritat e qytetit. Vajzat nuk e kanë gabim, e di, tha Artani pa pritur. Elira u kthye për ta parë. Për çfarë? Për ne. Për këtë që është më shumë se miqësi. Elira ndjeu zemrën t'i rritë fort. Artan, nuk dua të ndihesh i detyruar për asgjë. Ke bërë kaq shumë për ne. Nuk është detyrim, tha ai, duke i kapur dorën. Është zgjedhje. Ti hyre në jetën time si një stuhi, Elira. Më tregove se po jetoja gabim, se kisha gjithçka por nuk kisha asgjë. Dhe tani nuk mund të imagjinoj jetën time pa ty pa Borën. Pa këtë rëmuj të mrekullueshme që ju sollët. Elira ndjeu lot në sy. Edhe unë nuk mund të imagjinoj të jem diku tjetër. Atëherë nuk ke nevojë ta imagjinosh, tha Artani dhe e tërhoqi më afër. Puthja ishte e butë, plot premtime të pathëna, frikëra të përbashkëta dhe shpresa të ri për të rira. Kur u ndan, të dy po buzëqeshnin. Muajt në vijim ishin të përshtatjes dhe rritjes. Elira dha dorëheqjen nga dyqani, pavarësisht rezistencës fillestare. Artani e bindi se ajo mund të kërkonte diçka më të mirë, të studionte nëse donte, të përqendrohej në kujdesin për Borën pa presionin e një pune që e shfrytëzonte. Ajo filloi një kurs teknik për dizajn grafik, duke zbuluar një pasion që nuk e dinte se e kishte. Bora lulëzoi në mënyra që Elira kur nuk i kishte imagjinuar të mundshme. U transferua në një shkollë private, bëri miqësi të reja, vazhdoi të vizatonte, por tani me materiale cilësore dhe kurse të specializuara. Por më e rëndësishmja ishte se kishte një familje. Kishte një nënë të pranishme, kishte Artanin që ishte baba në gjithçka përveç emrit, kishte Lirën si motër më të madhe. Lira vizitonte gjithnjë e më shpesh. Ndonjëherë qëndronte gjithë fundjavën duke fjetur në dhomën e miqve që Artani e kishte përgatitur posaçërisht për të. Dy vajzat u bën të pandashme. Lira i mësonte Borës gjëra të vajzave më të mëdha, grim të lehtë, këngë të reja, kërcime. Bora e admironte motrën e madhe me devotshmëri absolute. Dhe Artani po mësonte të ishte baba i vërtetë. Jo baba i largët që dërgonte dhurata të shtrenjta, por babai që e çonte në shkollë, që kontrollonte detyrat e shtëpisë, që e qortonte kur ishte e nevojshme dhe e përqafonte gjithmonë. Por i ndërtonte marrëdhënien me Lirën dhe po ndërtonte një të re me Borën, dhe të dyja vajzat i përgjigjeshin kësaj pranie të vazhdueshme me dashuri dhe besim në rritje. Ishte në nëntor kur Artani e befasoi Elirën me një kërkesë. Dua të njihesh me prindërit e mi. Elira u bë nervoze. Prindërit e Artanit jetonin në një shtëpi fshati jashtë Tiranës, ishin njerëz më të moshuar dhe tradicional. Si do të reagonin ndaj situatës jo konvencionale të djalit të tyre? Por kur arritën në shtëpi, duke marrë me vete të dyja vajzat, pritja ishte e ngrohtë. Nëna e Artanit, zonja Helena, i përqafoi Elirën dhe Borën sikur t'i njihte prej vitesh. Babai, zoti Robert, u tregoi shtëpinë vajzave, duke e lënë Borën të ushqente pulat dhe të mblidhte portokalle direkt nga pema. Gjatë drekës, zonja Helena e shikoi të birin me lot në sy. Më në fund të shoh të lumtur vërtet, Artan. U vonua, por erdhi. Dhe pastaj erdhi dhjetori përsëri. Një vit që nga ai takimi i parë në restorantin e thjesht në komunën e Parisit. Artani sugjeroi të zbukuronin shtëpinë të gjithë bashkë për Krishtlindje. Blen një pemë të madhe, kuti me zbukurime, drita shumë ngjyrëshe. Lira ishte aty, e emocionuar, duke konkurruar me Borën se ku duhej vendosur çdo zbukurim. Elira dhe Artani organizonin gjithçka, duke qeshur me diskutimet fëminore, duke ndërhyrë kur ishte e nevojshme. Kishte muzikë Krishtlindjes që luante, erë kanele dhe çokoladë të nxehtë që vinte nga kuzhina, të qeshura që jehonin nëpër dhomat që më parë ishin të heshtura dhe të zbrazta. Kur erdhi momenti për të vendosur yllin në majë të pemës, Artani e mori Borën në krah që ajo të arrinte. Lira ndihmoi ta poziciononte, duke mbajtur shkallën. Elira bënte foto, duke regjistruar çdo moment. Me yllin më në fund në vendin e tij, të gjithë u larguan për të admiruar punën.
Pema shkëlqente bukur, duke reflektuar drita shumë ngjyrshe në të gjithë sallonin. Ishte përsëri prag Krishtlindjesh, por ky vit ishte krejtësisht ndryshe nga i mëparshmi. Artani u ul dhe hapi krahët, duke I thirrur të dyja vajzat. Lira dhe Bora vrapuan drejt tij dhe ai I përqafoi fort. Elira u afrua gjithashtu dhe Artani zgjati një krah për ta përfshirë edhe atë në përqafim. Aty, në mes të sallonit të zbukuruar, me pemën e ndriçuar pas tyre, të katërt qëndruan të përqafuar. Një familje që nuk kishte filluar në mënyrë tradicionale, që nuk ndiqte standardet konvencionale, por që ishte reale dhe e vërtet në të gjitha mënyrat që kishin rëndësi. Tani jemi një familje, tha Artani, zëri I mbushur me emocion. Familja që gjithmonë kam dashur dhe as nuk e dija. Lira I shtrëngoi dorën. Familja që kisha nevojë të kisha. Bora shikoi përreth, secilën nga fytyrat që donte. Familja më e mirë në botë. Dhe Elira, me lot që I rridhnin lirshëm në përfaqe, pëshpëriti. Familja që e ndërtuam bashkë. Artani shikoi secilën prej tyre, zemra e tij aq e mbushur sa dukej e pamundur të futej diçka më shumë brenda saj. Mendoi se sa e zbrazët kishte qenë jeta e tij një vit më parë. Se si kishte pasur gjithçka në aspektin material, por asgjë nga ato që vërtet kishin rëndësi. Dhe mendoi se si një darkë e thjesht në një restorant modest kishte ndryshuar absolutisht gjithçka. Nuk ishin paratë që I bashkuan. Nuk ishte fati apo shorti. Ishte zgjedhja. Zgjedhja e Artanit për të mos qëndruar indiferent ndaj atij momenti brishtësie që dëshmoi. Zgjedhja e Elirës për të pranuar ndihmë edhe kur krenaria I bërtiste të refuzonte. Zgjedhja e të dyve për të besuar, për të lejuar të lidheshin, për të ndërtuar diçka të re nga vetmit e tyre të përbashkëta. Dhe fëmijët, me mençurinë e tyre të thjeshtë, kishin parë atë që të rriturit vonuan ta pranonin. Se familja nuk përcaktohet nga gjaku apo dokumentet. Përcaktohet nga prania, nga zgjedhja, nga dashuria e treguar çdo ditë në gjeste të vogla dhe të mëdha. Atë natë Krishtlindjesh, pasi vajzat më në fund shkuan të flinin të raskapitura nga aq shumë emocion dhe entuziazëm, Artani dhe Elira qëndruan ulur në divan, duke vëzhguar dritat e pemës që vezullonin në errësirë. Faleminderit, tha Elira pa pritur. Për çfarë? Që na pe. Që nuk kalove tutje. Që u interesove. Unë të falenderoj, u përgjigj Artani, duke e tërhequr më afër. Ti më shpëtove nga një jetë që dukej e suksesshme, por ishte plotësisht e zbrazët. Më dhe një arsye për të qenë I pranishëm, për të qenë më I mirë, për të jetuar vërtet. Ajo mbështeti kokën në shpatullën e tij dhe qëndruan kështu për një kohë të gjatë, në heshtje komode, duke dëgjuar frymëmarrjen e njëri tjetrit, duke ndier ngrohtësinë e përbashkët, duke falënderuar në heshtje për atë moment të pamundur që ishte bërë realiteti I tyre. Jashtë, qyteti I Tiranës vazhdonte të ishte I gjallë, miliona njerëz duke jetuar jetët e tyre, secili me historitë e veta. Por aty, në atë apartament që kishte qenë I ftohtë dhe tani ishte plot jetë, 4 njerëz kishin gjetur diçka të rrallë dhe të çmuar. Kishin gjetur shtëpi. Kishin gjetur familje. Kishin gjetur dashuri. Dhe gjithçka kishte filluar me një gjest të thjeshtë dhe mshurie në një natë të ftohtë prag Krishtlindjesh. Një darkë e ndarë. Një buzëqeshje e ofruar. Një dorë e zgjatur. Një derë e hapur. Ndonjëherë, kështu ndryshon jeta. Jo me ngjarje të mëdha apo momente dramatike, por me zgjedhje të vogla që grumbullohen derisa bëhen diçka e jashtëzakonshme. Zgjedhja për të mos injoruar vuajtjen e tjetrit. Zgjedhja për t'u lejuar të jesh I brishtë. Zgjedhja për të besuar se është e mundur të rinisësh, pavarësisht sa herë jeta të ka lënduar më parë. Artani shikoi përreth shtëpisë së tij të transformuar. Kishte lodra të shpërndara nëpër 2 sheme. Vizatime të Borës të ngjitura me magnet në frigorifer. Libra të Lirës të harruar mbi tavolinën e mesit. Këpucë të gjitha masave të grumbulluara pranë derës. Erë ushqimi shtëpie e ngulitur në perde. Rëmuj, jetë, dashuri. Ishte perfekte. E papërsosur, por perfekte. Dhe kur Elira u kthye për ta puthur butësisht dhe ëmbëlsisht me premtimin e 1000 mëngjeseve përpara, Artani e dinte me siguri absolute se më në fund kishte gjetur atë që kishte kërkuar gjithë jetën. Nuk ishte suksesi. Nuk ishin paratë. Nuk ishte pushteti apo prestigji. Ishte kjo. Ishte prania. Ishte lidhja. Ishte familja.
ishte dashuria.